Të nderuar shikues, mirëmbrëma, ja jemi sot këtu për rubrikën Gjeokult në podcastin ton të lirisë Okult. Sot do të flasim për ngjarjet e ndryshme që po ndodhin në botë, të cilat dita ditës janë duke shkruar një histori të re, atë që elita botërore përpiqet ta quajë fundi i historisë ose rendi i ri botëror. Nuk e dim nëse plani i tyre do të lejohet nga Zoti apo do të ndalet. Këta do ta tregoj koha. Dimë që ka një agjendë 2030 Rockefeller, të cilët duan të bëjnë një rend të ri botëror, dhe në kuadër të asaj që kemi thënë të hyrjes së një teknologjie të re që është inteligjenca artificiale, dhe dim që sa herë ka një revolucion teknologjik, ndodhin luftra në vendet që janë lokomotiva e ndryshimeve teknologjike, që sigurisht është perëndimi dhe Evropa. Kjo shpjegon arsyeën e luftës së parë botërore me revolucionin e dytë industrial, arsyeën e luftës dytë botërore me revolucionin e tretë industrial, dhe tash që është revolucioni 4 industrial, ka përsëri një luftë të madhe kundër racës së bardhë, kryesisht që jetojnë në perëndim, për të depopulluar, për të hequr amësit të tepërt dhe për të futur në vend të atij algoritmi të vjetëruar, siç e quajnë tashmë humanoidin njerëzit, World Economic Forum, dhe ngrejnë nevojën për të krijuar një njeri që quhet Homo Deus. Homo Deus, do më thënë njeriu zot, i cili do jetë një kombinim midis humanoidit dhe teknologjisë së lartë artificiale. Para se të filloj emisionin me të ftuarin, cilin do t'ju prezantoj pak më vonë, dëshiroj t'i kujtoj të gjithë ata që nuk janë dythundrak dhe që hynë rastësisht duke parë këtë emision dhe ndjejnë veten që ndodhen në frekuenca të njëjta me podcastin tonë dhe me idetë e mia, të cilat kam kohë që i elaboroj përpara publikut, i shfaq, të bëni një subscribe, kurse ata që e ndjejnë veten dythundrak sigurisht duhet largohen dhe të pinë në një biberon me qumësh ande nga ato televizionet e tjera. Falenderoj dhe sponsorët e emisionit tonë, pa të cilët ky emision sigurisht do të ishte i vështirë që të bëhej. Vazhdimisht sponsorët do të shfaqen në krah tim ose të ftuarit, i cili po ja u prezantoj me njëherë, është njeriu që gjithmonë shfaq debat në televizionet apo podcastet shqiptare, dhe ju e gjetët sa po e thatë, është Olsi Jazgjiu, me të cilin po bisedoj në Skype nga larg atje ku ai ndodhet dhe punon si pedagog. Mirëmbrëma, zoti Olsi. Është e disa ta herë që jemi këtu bashkë, ka shumë njerëz që në komentet e tyre na kërkojnë që ti jesh pak më aktiv këtu në podcasti i lirisë Okult, ashtu siç ka dhe të tjerë që të shajnë dhe të anatemojnë, por dhe mua më kritikojnë si nacionalist, pse ke thirrur Olsi Jazgjiun, po sigurisht që zhvillimi dhe ecja përpara vjen nëpërmjet debatit konstruktiv. Olsi, si e shikon botën këtë 10 ditë në fundit që ose 2 javë të fundit që ne nuk kemi komunikuar? Duket se të bëj një përshkrim të vogël unë për shikuesit, duket që ka një dilemë midis Shtetet Bashkuara dhe Izraelit nga njëra anë dhe Iranit nga ana tjetër, për të vazhduar bisedimet në lidhje me atë që quhet çështja e pasurimit të uraniumit, të cilin Irani deklaron se e ka për çështje civile, dhe nga ana tjetër akuzohet se është duke prodhuar armë mbrëthamore. Sigurisht që Izraeli nëpërmjet Shtetet Bashkuara dhe Perëndimit përpiqet të mos lejojë asnjë vend në lindjen e mesme dhe t'i shfrytëzoj këto momente të arta për të, pasi ka shkatruar Hamasin dhe Hezbollahun dhe është duke nënshtruar dhe juthit, po që kjo nuk po rezulton shumë e lehtë,
që quhen si pjesët e asaj që quhet proxy war të Iranit kundër Izraelit për dominimin e rajonit, dhe Irani nuk lejon pra që të ketë një fuqi që ta konkurojë dhe që ajo nuk mund ta nënshtrojë dot siç po sillet Irani. Ndërkohë në krah të Iranit duket se është Rusia e cila i ka dhënë armatim të gjeneratës së 4, sidomos aty ku Irani është më dobët në luftën në ajër, njëkohësisht dhe Kina është shumë e interesuar për të mbrojtur Iranin. Ndërkohë shohim se Arabia Saudite, e cila ka ndihmuar Al-Qaedën dhe ka luftuar forcat që kanë qenë proxy të Iranit, siç kanë qenë Houthit në Yemen, duket se sot është më afër Izraelit dhe Shtetet e Bashkuara dhe ka një përçarje të madhe midis sunimve dhe shiitëve. Kjo është pyetja e parë, Olsi, si e shikon panoramën ti si specialist nga më të mirët që je për çështjet e lindjes së mesme. Fjala për ty, Olsi. Faleminderit Fredi për ftesën dhe i përshëndes gjithë shikuesit e tu nga Kuala Lumpuri i Malajzisë. Që kur biseduam herën e fundit, situata qëndron pak a shumë e njëjtë. Planeti ynë është i përzier në dy luftra të mëdha rajonale. Njëra është lufta ndërmjet Rusisë dhe Ukrainës. Tu kemi presidentin Trump, i cili po kërkon që ta mbylli këtë luftë, por britanikët apo më saktë ai shteti i thellë britanik, i cili pak a shumë kontrollon Evropën në ditët e sotme, nuk po e lejon një gjë të tillë. Dhe lajmi më i fundit që erdhi nga Shqipëria, që e njoftuan mediat e Shqipërisë, më duket dje, Edi Rama po vazhdon që ti jeti bindur ndaj agjendës të globalistëve të cilët duan luftë me Rusinë, ku lajmi më i fundit nga Shqipëria është që në Rubik Shqipëria do të ndërtojë një fabrikë dronësh. Për këtë do prodhohen të dronë do prodhohen normalisht për të goditur apo gjuajtur kundër Rusisë. Pra, ndërsa kemi konfliktin në Rusi, ku Shqipëria është anëtare aktive e luftës, në anën tjetër që kur u takuam bashkë, kur unë isha në Tiranë përpara rreth 2 javësh, është në datën 7 prill kemi kryeministrin e Izraelit Benjamin Netanyahu, i cili shkoi në një vizitë ku u vetë ftuan, nga që Trumpi nuk e ftoi, ku shkoi në Amerikë, ku nga burime amerikane kuptojmë që Netanyahu i ka kërkuar Trumpit që të godasi Iranin. Sigur ne dim, prej pothuajse 19 muajsh, Izraeli është në luftë me boshtin e rezistencës, ku pasi ka shkretëtuar Libanin, Gazën, ku ka bërë mbi 700 bombardime kundër Sirisë, që prej rënies së Bashar al-Assadit në 8 dhjetor të vitit 2024, dhe në këto momente që ne flasim, Siria qëndron si një vend i ndarë ndërmjet Turqisë, kurdëve që mbështeten nga Izraeli dhe nga pushtimet izraelite. Dhe në anën tjetër kemi Izraelin, i cili ka nxitur administratën amerikane që të bombardojë Yemenin, ku Amerika apo presidenti Trump është detyruar nga lobi zionist që të hapi edhe një luftë tjetër kundër një vendi tjetër arab, i cili është Yemeni. Por sigur dihet, qëllimi kryesor i zionizmit izraelit është zhdukja e Iranit. Dhe për këtë arsye, në vizitën që pati me presidentin Trump në datën 7 prill 2025, Benjamin Netanyahu i kërkoi Trumpit që të godasi Iranin. Nëse e mban mend në atë konferencë apo deklaratë shumë të shkurtër për shtyp, se Trumpi me Netanyahu nuk pranuan që të bënin konferencë për shtyp, por në atë prononcim të shkurtër që Trumpi parti para gazetarëve,
ndërsa Netanyahu rrinte urt, ishte që ne do ta detyrojmë Iranin që të largojë armët përthamore dhe në rast se nuk i largon armët përthamore, atëherë ne së bashku me Izraelin, dhe këtë e tha në prezencën e Netanyahut i cili rrinte urt, ne do të godasim Iranin. Në këto 2 javë të fundit, amerikanët kanë dërguar aeroplan mbajtëse të tyre pranë xhirit persik, kanë çuar avionët B-52 në bazën Diego Garcia në Oqeanin Indian, avion të cilët mbajnë armë nukleare dhe amerikanët i kanë për goditje me armë përthamore. Në anën tjetër, kanali televiziv iranian Press TV ka publikuar një video të bërë nëpërmjet inteligjencës artificiale, ku iranianët tregojnë që në rast të një bombardimi nga Diego Garcia, iranianët do të godasin mbrapa bazën e Diego Garcias dhe do ta djegin atë. Por te këtyre kërcënimeve dhe nxehjes së situatës, dhe duhet ndalojmë edhe një herë në vizitën e datës 7 prill, kur Netanyahu shkoi në shtëpinë e parë dhe i kërkoi Trumpit, Trumpi i kërkoi publikisht Netanyahu që në rast se do e godasim Iranin, do të godasim ne së bashku me Izraelin. Tani, pse e bën amerikanët një gjë të tillë? Por ata persona që mbajnë mend nga historia, në vitin 2020, kur amerikanët, apo më saktë presidenti Trump në atë kohë, dha urdhër për vrasjen e Qasem Sulejmanit, plani për vrasjen e generalit të Gardës Revolucionare Iraniane ishte bërë ndërmjet Izraelit dhe amerikanëve. Dhe pasi plani u bë për të vrarë Qasem Sulejmanin, sigur ka treguar edhe Trumpi më mbrapa, Izraeli është tërhequr në momentet e fundit. Dhe sikur tregonte Trumpi vite më herët, ai u zhgënjye shumë nga Benjamin Netanyahu, i cili ja kishte lënë amerikanëve dopje gjashtë në dorë. Pra, në takimin e datës 7 prill, Trumpi i tha publikisht Netanyahu që nëse do ta godasim Iranin, do ta godasin bashkë dhe ju do jeni që do drejtoni goditjen. Por, sigur mësohet nga burime amerikane të cilat janë dëshuar nëpër media në ditët e fundit, ndërsa Netanyahu është munduar që ta shtyjë Trumpin për të bombarduar Iranin, ka patur shumë antar të ekipit presidencial të presidentit Trump që kanë refuzuar një gjë të tillë, nga që ata e dinë që një luftë me Iranin do të sillte një krizë të llaftarshme. Në anën tjetër, ne sot, biles përpara 2 orësh, kemi patur bisedime ndërmjet amerikanëve dhe iranianëve në Rom, dhe këto bisedime vinë pak ditë pas bisedimeve ndërmjet iranianëve dhe amerikanëve në Oman, ku Irani vazhdon që të mbajë linjën e tij që ka mbajtur prej vitesh, ku Irani tregon që programi i tij nuklear nuk është për të prodhuar bombën atomike, por është për energji. Dhe me sa duket, nga deklaratat që vijnë nga Shtëpia e Bardhë, por edhe nga iranianët, të dyja palët, si iranianët si amerikanët, duket se po vinë me një kompromis, dhe kompromisi do të jetë ky që iranianët nuk do të lejohen që ta pasurojnë uraniumin mbi 5% apo 3.5%, domethënë që uraniumi i tyre mos përdoret për teknologji bombe nukleare, dhe në anën tjetër iranianët do lejohen që ta përdorin uraniumin për të prodhuar energji. Në bisedimet e para që palë iraniane pati me amerikanët, i dërguari i presidentit amerikan, Steve Witkoff, nëse si ja them emrin gabim, fillimisht i kërkoi iranianëve që Irani të shkatronte edhe programin e tij raketor. Iranianët ju përgjigjen amerikanëve dhe i thanë që ne nuk e prekim programin tonë raketor, po nëse ju doni që ne të ndalojmë pasurimin e uraniumit, ne jemi të gatshëm. Dhe
me çfarë po shihet deri në këto momente nga deklaratat e ministrit të jashtëm iranian Abbas Agachi, por edhe të shtëpisë së bardhë, duket se që të dy palët, si amerikanët, si iranianët, po vinë drejt një kompromisi. Dhe ky kompromis me sa duket do të jetë kthim pak a shumë në marrëveshjen nukleare ndërmjet Iranit dhe amerikanëve dhe në vitin domethënë pak a shumë kthim në marrëveshjen nukleare të vitit 2015, ku në atë kohë marrëveshja nukleare ndërmjet Iranit dhe 5 fuqive të mëdha që ishin Kina, Franca, Rusia, Mbretëria e Bashkuar, Amerika dhe Gjermania, u ra dakord që Irani nuk do të prodhonte bombë apo materiale nukleare, por do mbante programin e tij nuklear për prodhimin e energjisë. Kjo marrëveshje që u bë në kohën e presidentit Obama, që u njoh si Joint Comprehensive Plan of Action, apo JCPOA, ose shkurt The Iran Nuclear Deal, parashikonte që do kishte një marrëveshje ndërmjet Iranit dhe fuqive evropiane, sipas të cilës, numër 1, Irani nuk do prodhonte uranium të pasuruar për bombë bërthamore, numër 2, fuqitë evropiane dhe amerikanët do të hiqnin sanksionet të cilat shkatrojnë ekonominë iraniane, dhe numër 3, pjesë e kësaj marrëveshje ishte që amerikanët do të ndalonin sponsorizimin e grupeve terroriste kundër Iranit. Një nga pikat e kësaj marrëveshje që është votuar më mbrapa është që amerikanët do të ndalonin mujahidinët, të cilët strehohen në manës të Tiranës, dhe komandanti e tyre Mariam Rajavi, e cila jeton ndërmjet Parisit edhe Durrësit, nuk do të lejoheshin që të kryenin sulme terroriste kundër Republikës Islamike të Iranit. Është kjo marrëveshje e vitit 2015 që mbaroi në 2016, e cila do sillte në shkurt të 2016, vetëm pak javë më mbrapa, sekretarin amerikan të shtetit John Kerry, i cili erdhi në Tiranë dhe pjesë e kësaj marrëveshje nukleare ishte edhe zhvendosja e mujahidinëve nga Iraku për në Shqipëri. Tani nuk dihet se çfarë po bisedojnë në këto momente iranianët me amerikanët, por unë besoj që pjesë e kësaj marrëveshje nukleare të re ndërmjet amerikanëve, apo më saktë presidencës Trump dhe Iranit, përveç pezullimit të programit iranian të pasurimit të uraniumit, unë besoj që me do e mos duhet të përfshihet edhe Shqipëria dhe prezenca e terroristëve mujahidin që regjimi i Tiranës strehon. Po, Olsi, tashi edhe unë mendoj personalisht që shanset janë që presidenti Trump, si ka treguar dhe në atë mandatin e parë, 2016-2020, pavarësisht se shfaqet sikur është shumë pro lobit sionist dhe u nështrohet atyre, unë mendoj që në fund, në finale, ai u shmanget dëshirave të tyre dhe mendoj që do të ketë një kompromis dhe luftë, unë nga ana ime, kështu mendoj. Dhe kjo do të ishte diçka e mirë dhe në nderin e presidentit Trump për atë aureolën pozitive që ai ka fituar në krahasim me presidentët e tjerë, duke mos hedhur asnjë bombë gjatë 4 vjetëve të para, pavarësisht se na ka zhgënjur me përfshirjen e tij kundër Huthive në Yemen. Mua personalisht ka debate që në rast të një konflikti, nëse do të kishte fuqi Iranit të përballonte një sulm të Izraelit dhe të Shteteve të Bashkuara, kur dihet që Irani ka qëndruar shumë inaktiv dhe Izraeli shpeshherë ka ndërhyrë në territorin e saj duke dhe në për ambasadat e huaja, siç ishte ajo në Liban,
por edhe në ambasadat e vendeve të tjera në Izrael, në Iran, duke vrarë komandantët e këtyre proksive të Iranit, të kryesisht nga Palestina ose nga Hezbollah në territorin iranian, dhe Irani megjithëse është betuar që do të akmarrja e saj ka qenë shumë e vakët dhe e pafuqishme. Ndërkohë, kohët e fundit Irani ka treguar shumë baza nëntoksore me shumë raketa në shumë vende të ndryshme të Iranit, duke demonstruar fuqinë e Iranit për ta mbuluar dhe për të shkatruar Izraelin për një kohë shumë të shkurtër. Gjithashtu gjatë këtyre sulmeve të Iranit u duk që kjo mbrojtja kundërajrore e Izraelit nuk ka qenë ajo Iron Dome që kanë pasur këta, nuk ka qenë aq e pamposhtur, pasi edhe me sulmet që kanë bërë nga Jemeni me raketa, kjo mbrojtje është çarë shpeshherë dhe në shumë vende duke shkaktuar një terror të madh ke popullsia civile apo të ushtarake dhe administrata e qeverisë së Izraelit. Ndërkohë, Olsi, përballë Izraelit në Siri, ju e thatë, përmendët pak, është shfaqur një elefant që është Turqia, dhe që Izraeli duhet ta llogarisë në lëvizjet e veta dhe shpeshherë drejtuesi i shtetit turk Recep Tayyip Erdogan ka treguar që nuk i bindet shumë rregullave të perëndimit, por as dhe të lindjes, por luan shpeshherë në interes vetëm të Turqisë dhe shpeshherë ka treguar dhe një vllazërim ndaj çështjes myslimanëve, duke mbrojtur me sa ka pasur mundësi interesat e popujve mysliman në konflikt me Izraelin. Si mendoni, mund të ketë ndonjë përfshirje të Turqisë në rast të rritjes së një konflikti midis Izraelit dhe Iranit, dhe cili do të ishte roli i kurdëve në Siri, të cilët, siç e thatë ju, po armatosen jo vetëm nga Izraeli, po nga perëndimi, dhe që duan të minojnë më pas Turqinë nga brenda, nga zona e Diyarbakirit deri në kufi me Sirin, ku dihet që jetojnë shumë kurdë të cilët nuk e kanë politikën të mirë me Turqinë. Çfarë mund të ndodhë në rast të një përfshirje ose zgjerimit të konfliktit? Sa është i mundur dhe a mund të ndodhin këto skenar apokaliptik ku lufta mund të zgjerohet shumë dhe mund të përfshihen gjitha këto forca? Tani, çfarë ndodhi ndërmjet Turqisë dhe Izraelit është se me rënien e Bashar al-Assadit, influenca iraniane është dobësuar në Siri dhe kjo influencë u zëvendësua nga Turqia. Sirianët, si një popull i dëshpëruar që janë, një popull që vuan nga sanksionet dhe nga uria që nga viti 2011, të gjithë në pjesa më e madhe e sirianëve e mbështeti rënien e Bashar al-Assadit dhe hyrjen e Turqisë. Shpresa e sirianëve ishte se duke u larguar Bashar al-Assadi dhe duke e marrë vendin nën kontroll Turqia, situata ekonomike e sirianëve do të përmirësohej. Por për personat që ndjekin lajmet nga Siria, e dinë që situata në Siri nuk është përmirësuar, që me rënien e Bashar al-Assadit në datën 8 dhjetor 2024 deri përpara pak ditësh, Izraeli ka kryer rreth 700 sulme në Siri, ku ka shkatruar të gjithë infrastrukturën ushtarake siriane. Me rënien e Bashar al-Assadit, i cili ishte aleat i Rusisë dhe Iranit, izraelitët kishin frikë që ta bombardonin Sirin, sepse e dinin që një sulm masiv kundër ushtrisë siriane do të sillte një kundërpërgjigje të Rusisë dhe të Iranit. Dhe Izraeli e dinte që nuk e mbante për diçka të tillë. Por duke shfrytzuar kaosin që ndodhi në vend që nga dhjetori edhe deri tani që është prill,
Izraeli e përdori kaosin për të shkatruar gjithë infrastrukturën ushtarake siriane. Në anën tjetër, Të Sirisë. mbështetja e siriane. Në anën tjetër, mbështetja e Turqisë ndaj Jabhat al-Nusrës apo Al-Qaidës, ku drejtuesi i saj Abu Muhammad al-Golani apo përndryshe Ahmed Shara do të merrte pushtetin dhe do shpallej diktatori i vendit ose president, turqit shpresonin që pas 110 vitesh Turqia më në fund do të merrte vilajetin e Shamit, të cilin e humbi në luftën që pati me britanikët, me Laurencin e Arabisë, me general Edmund Allenby dhe princ Faisalin, djalin e Sherif Huseinit të Mekës. Por izraelitët nuk e lanë Turqinë që ta vendosin Sirinë në kontroll dhe në këto momente Siria ekziston si një vend i ndarë. Izraeli, duke mbështetur jo vetëm kurdët, por edhe duruzët, ka krijuar brenda Sirisë 3 shtete. Domethënë, njëri shteti i duruzëve apo i druzëve, njëri tjetër është shteti. Druzët janë të krishterët apo jo? Jo, duruzët janë alevit, janë si punë e Bektashit. Alevit. Pak a shumë ngjashëm me Bektashit. Po. Pra kemi një shtet duruzësh, një shtet kurdësh dhe kemi edhe Izraelin. Druzët mbështetnin Bashar al-Assadin. Duruzët mbështesin Bashar al-Assadin, por tani duke qenë se pushtetin në Damask e kanë marrë këta ekstremistët e Al-Qaidës, duruzët thonë ne më mirë kalojmë në anën e Izraelit se në anën e këtyre që na therrin edhe na vrasin. Dhe Izraeli e ka kërcënuar hapur si Turqinë si qeverinë e Damaskut, ku i ka kërkuar atyre që në rast se ju do i prekni duruzët, ne do hym luftë dhe do të mbrojmë ata. Në anën tjetër është që përpara pak ditësh, apo më saktë përpara 15 ditësh, në datën 5 prill, kur turqit dërguan trupat e tyre në bazën e Palmirës, e cila është pak kilometra larg Damaskut, Izraeli e bombardoi dhe vrau edhe ushtar turq. Ky ishte një nga përplasjet më të egra ndërmjet Izraelit dhe Turqisë, dhe pas vrasjes së ushtarëve turq, qeveritarët izraelit, që nga ministri i jashtëm edhe deri te Netanyahu, e thanë hapur që ne e bombarduam bazën e Palmirës, por t'i dhënë mesazh Turqisë që ka një vit të kuqja. Turqia nuk u përgjigj përpara vrasjes së ushtarakëve të saj, por në të kundërt ajo uli kokën, ku kryeministri i Turqisë Hakan Fidani në një deklaratë që dha për CNN Turkun, tha që ne nuk duam që të hymë në luftë me Izraelin. Edhe çfarë ndodhi është pak ditë më mbrapa, Turqia me Izraelin ndërtuan një komision koordinimi, sipas të cilit turqit me kurdët do koordinojnë hapat me njëri tjetrin në mënyrë që izraelitët mos i vrasin në Turqi. Vrasja e ushtarakëve turq në datën 5 prill, nëse s'gaboj datën, në bazën e Palmirës, ishte pak a shumë një vije kuqe që turqit nuk e prisnin që Izraeli do t'ua bënte, por Izraeli ua bëri dhe i tha turqve që unë jam i gatshëm për luftë me ju. Me sa unë kuptoj, Izraeli në Siri ka plan që të ringjalli planin e komisionerit general francez apo guvernatorit francez të Sirisë në 1920-ën, Henry Garot. Se kur francezët pas konferencës së Parisit e morën Sirinë dhe Libanin si koloninë e tyre, projekti francez ishte që Siria do ndahej dhe u nda në 6 shtete. U krijuar shteti i Libanit me shumicë maronite të krishterë, i cili deri sot e kësaj dite presidenti i parë i Libanit është një krishter sipas projektit francez. Krijuan shtetin e Alepos, shtetin e Damaskut, shtetin e Duruzëve, shtetin e Alevitëve dhe Sanxhakun e Aleksandretës apo rajonin e Hatajit, i cili sot është në Turqi,
të cilin në 1935 pas marrëveshjes që Franca pati me Ataturkun, francezët ja kaluan Turqisë. Megjithatë, çfarë po shihet që po ndodh sot në Siri, është që Izraeli po kërkon që të ringjalli projektin e guvernatorit francez Henry Garot. Henry Garot ka qenë një anti-musliman dhe anti-turk dhe anti-shqiptar i tërbuar, nga që ai ka marrë pjesë në luftën e Galipolit kur atëherë osmanët edhe i kanë prerë dorën e djathtë, nuk e ka pasur dorën e djathtë. Dhe edhe pse pas luftës dytë botërore dhe si pasojë e shkatrimit të Francës nga pushtimi i Hitlerit në 1946 Franca u detyrua që të japi pavarësi Sirisë dhe Libanit. Me sa shihet se çfarë po ndodh sot e kësaj dite është që Izraeli pak a shumë po kërkon që të ringjalli projektin francez të Henry Garot, dhe ky projekt parashikon krijimin e një shteti kurd, e një shteti për Duruzët, edhe ndoshta të një farë vilajeti të Damaskut i cili mund të lejohet që të ekzistojë në prezencën e Abu Muhammed al-Gjolanit, ndërsa për palën turke, me sa kuptohet deri në këto momente, izraelitët i kanë vënë turqëve vijën e kuqe, nuk i lejojnë ata që t'i afrohen Damaskut. Turqit mund mbajnë prezencën e tyre në Alepo, apo atë që në kohën e perandorisë osmane u ka njohur si vilajeti i Halepit, por izraelitët ja kanë bërë të qartë turqëve që ata nuk do t'i lejojnë ata që t'i afrohen kufive të Izraelit. Dhe ndërsa bota sunite, pas rënies së Bashar al-Assadit dhe marrjen e pushtetit në Siri nga Abu Muhammed al-Golani, shpresonin që Turqia do ta merrte Sirinë nën kontroll dhe Siria do kthehej pak a shumë në një protektorat turk, e kuptojnë që izraelitët nuk do ta lejojnë Turqinë që t'i afrohet Damaskut dhe kufive të Izraelit. Nëse e mban mend, në konferencën për shtyp që ndodhi apo në takimin më saktë, që ndodhi ndërmjet Netanyahut edhe Trumpit në datën 7 prill 2025, ndër të tjera, Trumpi i përmendi Netanyahut në prezencën e gazetarëve, se si duket amerikanët ju ankuan Trumpit për vrasjen e ushtarakëve turq, dhe i tha, është një person të aty në Turqi me emrin Erdogan, unë i kam mirë punët me ato dhe mos hyj në konflikt me ata. Dhe sa duket, amerikanët kanë arritur që të krijojnë një farë detent ndërmjet Izraelit edhe Turqisë, kanë krijuar një këshill koordinimi ku turqëve i është vënë vija e kuqe që ata nuk do t'i afrohen ushtarakisht Damaskut. Ky shteti i Damaskut në Abu Muhammed al-Golanin edhe Abu Qatada al-Albanin edhe këta terroristët e tjerë të Al-Qaidës, do mbahet një shtet që do qeveriset nga bandit me Kalashnikov. Turqia do lejohet që të ketë prezencën e saj ushtarake në rajonin e Idlibit dhe në Alepo dhe her pas here ndoshta edhe të përplaset me kurdët, por Izraeli në anën tjetër nuk do të lejojë turqit edhe xhihadistët e Al-Qaidës që të prekin Duruzët dhe që t'i afrohen kufive të Izraelit, dhe sikur është po lexoja në një nga mediat perëndimore ditëve të fundit, në takimin që kam patur në datën 7 prill ndërmjet Netanyahut edhe Trumpit, Trumpi i ka thënë Netanyahut, kushto sa të duash nga Siria, nga ne nuk e probleme. Me pak fjalë është që Siria po shkon drejt zgjibërjes. Siria është shkatruar si shtet unik, por në veçanti Siria nuk do lejohet nga Izraeli që të kthehet në një vilajet turk. Folsi. Ndërkohë këte kemi luftën tjetër, Rusi-Ukrainë ka përpjekje dhe takime të njëpasnjeshme për paqen mbas ardhjes presidentit Trump, duket se perëndimi ka humbur luftën pas ndihmave të mëdha që i dha Ukrainës, duke bërë një proxy war, sidomos administrata e vjetër e presidentit Biden. Trump po përpiqet me sa duket të shuaj një luftë që nuk është e tija, por e ka hapur para arsi i vet,
Ka gjasa që së fundmit Shtetet e Bashkuara në mënyrë unilaterale të heqin sanksionet që janë vendosur në grup nga vendet e NATO-s kundër Rusisë. Ka një përpjekje për të riorganizuar nga Shtetet e Bashkuara dhe nga kompanitë e mëdha sjelljen e naftës dhe rindërtimin e Nord Stream 1 dhe 2, e cila u shkatrua, kjo e dyta, dhe nga ana tjetër ka, siç e thatë ju, një angazhim të Komitetit të 300 me qendër në City of London, të cilët pavarësisht se po marrin pjesë në disa takime, siç është një takim së fundmi në Francë, ku marrin pjesë britanikët, francezët, përveç rusëve, amerikanëve, por dhe Ukraina, si duket që Zelenski e ka pranuar propozimin e paqes presidentit Trump, ndërsa Putini nuk po e pranon me ato lloj kushtesh që janë afruar. Ai ka kërkuar që të mos lejohet Ukraina të furnizohet përsëri me armë nga perëndimi, gjë të cilën nuk e pranon Zelenski, dhe nga ana tjetër ka gjasa që Evropa, ku ka hyrë së fundmi, dhe Britania me procesin e riarmatimit të fuqishëm dhe të shpejt që po ndërmerr Bashkimi Evropian plus Britanin, ka gjasa që në horizont të prishet marrëveshja që mund të realizojë Trump dhe Putin dhe të rifillojë një luftë midis Evropës dhe Rusisë. Ndoshta këto gjëra janë të organizuara nga një dorë dhe ne kemi të vështirë ta kuptojmë, por më shumë të merremi me atë që mund të ndodhë dhe që po ndodh që e shohim, sesa me shkaqet, sepse të kuptosh shkaqet sigurisht është pak e vështirë për njerëzit e zakonshëm. Sot është e vështirë përsëri të kuptohet mbas 70 vjetësh nëse Hitleri, ose mbas 80-90 vjetësh, Hitleri ka ardhur rastësisht apo ka qenë i programuar dhe ka shërbyer për ngritjen e shtetit sionist mbas përplasjes së shtetit nazist me shtetin komunist të Rusisë, siç ka qenë projekti i Komitetit 300 dhe siç është projekti i letrës së famshme të Albert Pikes, drejtuar masonerisë evropiane, konkretisht Mazinit, Giuseppe Mazinit, njerit për drejtuesve të masonerisë evropiane, ku ai theshte që ne do zhvillojmë 3 luftra botërore dhe konkretisht derën e dyta janë zbatuar pik për pik dhe duket se dhe e treta është duke shkuar në ato shina, pasi në luftën e tretë thuhet që ne do përplasim sionistët me arabët dhe do t'i shkatrojmë të dyja. Ndoshta e analizuam dhe diskutuam të pjesë, por të flasim një çik në lidhje me paqen në Evropë. Do të ketë paqe apo do të ketë luftë deri në plotësimin e agjendës Rockefeller 2030? Si e mendon Olsi në Evropë? Tani me sa unë kuptoj presidentit Trump, i cili e di lojën e kësaj mafjes globaliste, po mundohet me sa ka mundësi që të vendosi paqe në Ukrainë. Kur ishte përpara një muaj pak a shumë, pati një marrëveshje ndërmjet Rusisë edhe SBA-s, që për një muaj të ndaloheshin sulmet ndaj objekteve energjetike të Rusisë dhe të Ukrainës. Ndërsa Rusia ju përmbajt sa marrëveshje, ukrainasit vazhduan me goditje. Me sa kuptohet është që ndërsa Trumpi apo administrata amerikane e Trumpit dhe administrata ruse po mundohen me sa kanë mundësi që të sjellin paqe, dora që luan nga mbrapa Zelenskin nuk do paqe. Në këto momente që ne flasim, apo më saktë në orën 6 me orën e Moskës, që duhet t'i bi ndoshta ora rreth 11, sa duhet t'i bi ora rreth 4 apo 5 mbasdite me orën e Tiranës, presidenti i Federatës Ruse Vladimir Putin dhe shefi i shtabit
të përgjithshëm të ushtrisë ruse Valeri Gerasimov njoftuan që Rusia do të ofrojë armë pushim me rastin e Pashkës, se janë Pashkët në Rusi edhe në Ukrainë për 30 orë. Megjithatë ngjelet për të parë nëse pala ukrainase do ta respektojë këtë armë pushim, por në anën tjetër, ndërsa administrata amerikane që ta evitojë një luftë me Rusinë, nga që dihet që kjo luftë do të çojë në një luftë nukleare dhe në shkatrimin e planetit, dhe me sa unë kuptoj, faktën nga deklaratat e Presidenti Trump kërkon ndoshta që të evitojë edhe një luftë nukleare me Iranin, nga që Trumpi e di që Irani edhe nëse nuk e posedon bombën bërthamore, posedon teknologji raketore e cila mund të bëjë shumë dëm, dhe iranianët edhe kanë njoftuar të gjitha vendet arabe, i kanë thënë që në rast të një sulmi amerikan, sulmi do drejtohet nga bazat amerikane që janë të stacionuara në Arabinë Saudite, në Katar, në Emiratet Arabe etj, që iranianët do të shkatrojnë këto vende. Biles dje në Teheran ishte ministri i mbrojtjes Arabisë Saudite, princ Khalid bin Selmani, që është vllai Muhammed bin Selmanit, i cili shkoi në Arabi Saudite dhe u takua kokë në kokë me Ayatollah Khamenei, ku pak a shumë Arabia Saudite i kërkoi Iranit që në rast të një sulmi amerikan mos ta godasi Arabinë Saudite. Por dalim te puna e Ukrainës. Është ajo që po thoje ti, domethënë më herët, është ky plani i kësaj masonerisë globaliste, e cila fillon që me revolucionin e Mazimit, kur ata edhe shkatruan Kishën Katolike dhe krijuan Italinë dhe më pas quhen në luftën e parë botërore, ku si pasojë e kësaj luftës parë botërore u shkatruan 3 perandorit fetare të Evropës, ishte perandoria osmane, e cila mbronte Islamin, perandoria Habsburge apo austro-hungareze, e cila mbronte katolicizmin, dhe perandoria ruse, e cila mbronte ortodoksin, dhe në vend të tyre u sollën këto regjimet fashiste, ekstremiste, nga bolshevikët deri te nazistët. Dhe sikur po thoya më herët, unë arri që të nuhas që Trumpi e kupton këtë lojë të madhe që po kërkohet që t'i bëhet njerëzimit për ta futur ndoshta në një luftë nukleare, dhe ndërsa amerikanët dhe rusët po mundohen me sa kanë mundësi që sillin paqe, ata që komandojnë nga mbrapa Zelenskin, ata nuk duan paqe. Për fatin e keq tonit të shqiptarëve është që fatkeqësisht edhe Shqipëria me Edi Ramën, i cili ne e dim, Edi Rama është njëri i bankierëve Rothschild, janë Rothschildët e Londrës, ata që e sollën në pushtet, ai Lord Rothschildi i cili pak a shumë privatizoi edhe parkun e Butrindit, Jacob Rothschild, dhe është pak a shumë kjo elitë e këtyre miliarderësh kriminal që historikisht kanë sponsorizuar luftën që duan për vazhdimin e luftës. Dhe një lajm që unë mendoj që ne duhet t'ja tregojmë opinionit publik shqiptar, por që njerëzit nuk reagojnë në Shqipëri sikur nuk ndodh asgjë, është lajmi shqetësues që Edi Rama njoftoi përpara 2 ditësh, apo dje më saktë, datën 18 prill, ku ai në turin e tij elektoral që po bën, premtoi ndërtimin e një fabrik dronësh në Rubik të Mirditës, ku ai njoftoi ndër të tjera që kemi plan që ish uzinën e bakrit në Rubik do ta shndërrojmë në fabrik për të prodhuar dronë për eksport. Çfarë do të thotë kjo? Kjo do të thotë që regjimi i Edi Ramës është në mënyrë progresive duke punuar që ta kthejë Shqipërinë në një fuqi baruti e cila do të përdoret kundër Rusisë. Por çfarë do të thotë kjo? Kjo do të thotë që në momentin e parë që
Rusisë do t'i kaloj vija e saj kuqe dhe do të nisi një luftë me NATO, baza e Rubikut do t'jetë e para që do të goditet, nga që është bazë që, apo uzina e Rubikut është e para që do të goditet, nga që është uzinë, sigur Rama po thotë që ne do prodhojmë dronë dhe këto dronë do përdoren kundër Rusisë. Dhe çfarë po ndodh është që vendet e Evropës, duke marrë shembullin e Shqipërisë, pa u pyetur opinioni publik, pa u bërë një referendum, janë duke u bërë pjesë e një agende agresive, luftarake, luftnxitse, e cila i ka shpallur luftë Islamit dhe Ortodoksisë. Ne të gjithë e dim se çfarë bëri Rama përpara pak ditësh, kur shkoi në Izrael dhe u dekurua nga presidenti i Izraelit Isaac Herzog për shërbimin e tij ndaj zionizmit dhe kauzës zioniste, vizitë e cila shkaktoi protestë të qytetarëve të Tiranës, ku Facebooku u nxi nga deklaratat e shqiptarëve që thonin jo në emrin tim, se Rama kur mori titullin në Jeruzalem, tha unë po e marr këtë titull, tha që po ma jepni ju në emër gjithë shqiptarëve, ndërsa shqiptarët i thanë Ramos, jo, nuk e ke marr titullin në emrin tonë, nga që ne nuk jemi me regjimin gjenocidal të Izraelit, po do të them që ndërsa Trumpi në njërin anë edhe Putini, ndoshta edhe iranianët po mundohen që ta evitojnë këtë luftën e madhe ndërmjet Islamit, Ortodoksisë dhe Perëndimit, në anën tjetër është ajo mafia ndërkombëtare, unë nuk di çfarë emri t'i jap atyre, po janë këta bankierët Rothschild. Mafia Kazariane. Mafia e Kazarëve janë ata që gjithmonë nxisin luftra e vojnë, ata vazhdojnë me agjendën e tyre, sigurisht nuk po ndodh. Pra, Shqipëria e Edi Ramos, në vend që të bëhej një shtet i cili do investonte në industritë e Shqipërisë, në industrializimin e vendit, në bujqësi, në shkolla, në arsim dhe që të silte shqiptarët të cilët e kanë braktisur vendin e tyre, të silte mbrapa në vendin e tyre. Edi Rama vazhdon me projektin e tij të militarizimit të Shqipërisë, në flimin e Shqipërisë në një depo baruti, dhe për këtë do të shërbejnë këto dronë që do prodhohen në Rubik, do të shërbejnë kundër Rusisë dhe kundër Islamit. Do të përdoren kundër palestinezëve, kundër egjiptianëve, kundër jordanezëve, kundër turqëve, kundër iranianëve dhe kundër rusëve. Por populli shqiptar nuk do të hyjë në luftë as me Rusin, as me Iranin, as me Islamin. Lufta kundër Rusisë apo më saktë Ortodoksisë dhe Islamit është një agjendë e mafis kazare. Dhe për ata persona që i kanë ndjekur lajmet, ka patur një provokim shumë të rëndë dje në Moldavi, ku krye peshkopi i Moldavisë është ndaluar nga autoritetet moldave që të shkojë në Jeruzalem dhe të marrë pjesë në Pashkën e Krishtit. Është një provokim i paprecedent. 70% e popullatës së Moldavisë janë të krishterë ortodoks, të ritit rus, por çfarë ndodh është që provokimet kundër Rusisë vazhdojnë për gjatë gjithë Evropës. Rusët provokohen, ortodoksët provokohen, sigur ne jemi edhe gjithashtu dëshmimtar të gjenocidit që ndodh në Gaza, ku myslimanëve u treguan për ditë përpara kamerave se si regjimi i Izraelit, i armatosur deri në dhëm nga amerikanët, vret qytetarë të pafajshëm. Ulsi, edhe në pyetjet fundit se ju e ndiqni besoj dhe situatën këtu në Shqipëri, jemi në një fushat zgjedhore, jemi në prag të zgjedhjeve të 11 majit, ku ka një kod zgjedhor që nuk favorizon demokracinë, pasi është i ndarë territori në 11 zona dhe duhet që të fitojnë rreth 10 apo 12 apo 14.000 këtu në Tiranë vota, një parti e vogël në një zonë të vogël që të arritë të nxjerrë një deputet. Në rast se do të ishte ligji majoritar me element të proporcionalit ose do të ishte proporcional i pastër, duke vendosur një prag që të mos hyjnë shumë parti, për shembull mund të vendosësh 4% ose 3%,
ku sepse me 1% ti merr 1.4 deputet, mirë po 1% mund të marrin shumë parti që mund të hyrë në garë dhe parlamenti mund të bëhet shumë më i larmishëm se sa ishte mundur të menaxhoj. Kështu që mund të vjesh një prag 3 ose 4% dhe ato parti që kapin mbi këtë pragun të kenë mundësi të fusin për shembull të paktën 4 apo 5 deputet e lartë që të ishin faktor dhe që të funksiononte demokracia. Kjo bën që njerëzit që janë të zhgënjur nga pozita në pushtet dhe opozita kryesore, nga qeverisjet që ka pasur më përpara, dhe që janë të zhgënjur nga të dyja krahët kryesore politike, mund të mbështesin futjen në lojë të partive të reja. Por partitë e reja me këtë liq goditen. Për shembull, ato mund të marrin në çdo nga këto 11 zonat, për shembull nga 7 apo 8.000 apo 9.000 apo 10.000 zgjedhësa dhe në rang vendi mund të marrin dhe 110 apo 120.000 vota dhe në fakt të 120.000 vota mund të përkthehen në 0 deputet për shkak të këtij ligji. Dhe çfarë ndodh? Këta i lejojnë partitë e reja që të hyjnë në lojë, që votat e njerëzve të zhgënjur të marrin pjesë dhe të rritin përqindjen e pjesëmarrjes dhe duket sikur në Shqipëri ka një trupe elektorale shumë të përgjegjshme që merr pjesë në zgjedhje me një shumicë mbi 50-60%, ku në fakt dy partitë e mëdha nuk marrin më shumë se 35%, 30% të dyja bashkë dhe pasaj kur vinë në pushtet menaxhojnë gjithë jetën e shqiptarëve në një mënyrë shumë autoritare. Në këtë aspekt, si e shikon ti rrezikun ndaj demokracisë? Pse këto partitë e vogla nuk bëhen bashkë 10 apo 12 parti që kanë hyrë në lojë, sepse duke u bërë bashkë dhe duke u marrë vesh me njëra tjetrin që në çdo zonë secila të ketë nga një deputetin e saj dhe të punojnë të gjitha bashkë në çdo zonë për të nxjerrë 10 apo 12 deputet me votat e tyre, këto janë të përçara dhe nga ana tjetër nuk bëjnë protesta të fuqishme që të ndryshojnë kodin zgjedhor. A të duket ty që është një farsë dhe rezultati gjithmonë paravendoset në favor të njerëz nga dy të mëdhajat, të cilat për shkak të ligjit elektoral pasaj marrin bashkë me partinë kryesore të opozitës mbi bazën e përqindjeve që kanë marrë të deputetëve në një zonë caktuar, vjedhin votat e partive të vogla që s'kan kaluar pragun, duke e treguar veten që ne kemi marrë 1 milion shuplaka, kur në fakt ai mund të marrë 1 milion vota, po 400 apo 500.000 vota mund t'i kenë nga partitë e vogla. Pra demokracia në Shqipëri nuk funksionon, referendumet nuk lejohen. Si e shikon ti këtë perspektivë në pikpamjen e zhvillimit të demokracisë në Shqipëri me këtë kod zgjedhor? Ju, Alfred, keni qenë deputeti parlamentit në Shqipëri dhe unë mendoj që ju i dini më mirë se sa unë këto gjëra, por domethënë si një observues i jashtëm që jam, unë kam arritur në konkluzion që në Shqipëri nuk ka demokraci. Domethënë demokracia ka marrë fund, është një sistem bipartiak, ku janë këto dy partitë e mëdha, PS-ja me PD-n që vjedhin votat e popullit dhe këto vota më pas i hajnë këta dy peshqit më të mëdhenj. Në zgjedhjet e vitit 2021 unë kandidova si kandidat për koalicionin ABO, jo se ndaja ndonjë ide me koalicionin, por sigur ju e dini që edhe që të kandidosh për deputet në Shqipëri është një tmerr në vete, se duhet marrësh 5.000 firma, të cilat ti dërgohen KQZ-s, ku KQZ-ja duhet i vërtetoj personat që kanë rënë dakord për ty dhe më pas të mund të kandidosh. Dhe domethënë sistemi është bërë i tillë i cili i ka dhënë fund demokracisë në Shqipëri. Sistemi proporcional që ne kemi patur, nëse s'jam gabim, në vitet 90, ku çdo individ mund të kandidonte, për mendimin tim ka qenë shembulli më i mirë i demokracisë parlamentare në Shqipëri. Por për fatin
keq të shqiptarëve, nëse nuk kam gabim në vitet 2000, mund edhe më korrigjosh, me marrëveshje me amerikanët, dy partitë e mëdha në Shqipëri, Partia Demokratike dhe Socialiste, ato i dhanë fund demokracisë parlamentare në vend, ku sot pothuajse është e pamundur që të kandidosh për deputet. Unë e mbaj mend vetë në prill të vitit 2021, kur kandidova për koalicionin ABO, se çfarë të merri ishte që të kandidoje. Edhe pse, domethënë, unë hyra në lista për deputet nëpërmjet një koalicioni i cili e kishte të drejtën nga që kishte qenë koalicion parlamentar, mbaj mend në atë kohë që të dilja nëpër media, ka marrë në telefon shumë televizione, që nga Ora Newsi, te News 24, te Klani, te Top Channel etj, që nuk të nxirrte asnjë media që të digjonin se kush ishte ti. Që të diljen media për 5 minuta të televizionet e mëdha të kërkonin 20.000 euro. Pra, që ti të bëhesh pjesë e makinerisë propagandistike në zgjedhje, përveç këtij kodi fashist që është sjellë në Shqipëri, ku vetëm partitë e mëdha lejohen që të kandidojnë dhe që të bjedhin votat e popullit, në anën tjetër është që të krijosh një parti që të garosh për në parlament, duhet të kesh miliona dollar. Domethënë qytetarët e thjesht nuk e bëjnë dot. Në vitin 2021 unë futa si një qytetar i thjesht me duar në xhepa, e vura emrin tim në listë, por asnjë televizion nuk ma nxirrte emrin, sepse që të ma nxirrin emrin kërkonin para. Dhe personat që bëjnë spote, për shembull mund të hapni gazetën shqiptarja të Carlo Bolinos e tjerë, do shikoni njerëz që kanë filluar duke bërë spote për veten e tyre që përpara se të nisi fushata elektorale. Po ku i gjejnë këta njerëz këto lek? Janë me mira euro. Një qytetar shqiptar me një rrogë normale që ai mund të ketë nga puna e tij, që është rreth 500 euro në muaj, nuk arrin dot që të kandidojë për deputet. Dhe në rast se ti nuk je pjesë e këtyre dy bloqeve, të cilat kanë mafjet e tyre të organizuara që i sponsorizojnë, ti nuk ke shans që të hysh në zgjedhje. Dhe për më tepër, duke parë fuqinë dhe egërsinë që ka Partia Socialiste Edi Ramës, ku Edi Rama kontrollon shtetin, dhe është gjithë makineria shtetërore që punon për atë, demokracia në Shqipëri ka marrë fund. Domethënë, ti mund të jesh njeriu më i mirë i atij vendi, mund të vish me programin më të shkëlqyer, puna është që populli nuk të dëgjon dot. Për fatin tonë të keq, demokracia në Shqipëri është kthyer sikur demokracia në Amerikë, ku ti nëse nuk mbështetesh nga AIPAC-u apo lobi çifut, apo nga korporatat e mëdha, të cilat do të dhurojnë ty miliona dollar për të dalë nëpër media, ti nuk ekziston. Pra, në Shqipëri për fatin tonë të keq, demokracia ka përfunduar si në Amerikë, ku nuk ka më demokraci, po ka korporatokraci. Nëse ty nuk të përqafon lobi zionist në Amerikë, apo ndonjë nga korporatat e mëdha të prodhimit të armëve, ti, edhe pse ke të drejtë që ta shkruash emrin tënd në KQZ-n e Amerikës, nuk e di se si quhet ai institucion, ti nuk do zgjidhesh dot kurrë, nga që mesazhi nuk do shkojë nëpër media. Për fatin tonë të keq, kjo është ajo që i ka ndodhur Shqipërisë. Ne shqiptarët në vitet 90, kur e rrozuam komunizmin, shpresonim që do sillnin demokraci, por demokracia u zëvendësua nga mafia apo mafiokracia apo nga korporatokracia. Janë interesat e huaja, janë organizata të huaja. Marrim shembullin e lëvizjes bashkohu, partia e Arlind Qorrit. Ne pam kur u bën ato dalja e rrogave disa vite më herët, ishte që kjo organizat, kjo parti merrte fonde nga jashtë. Pra, nëse ti nuk merr fonde nga jashtë, ose nëse nuk sponsorizohesh nga grupe mafiozësh vendas apo nga bankierë të huaj, sikur ka qenë rasti i Edi Ramës, i Erion Velis, i G99-s, i lëvizjes mjaft etj, që u sponsorizuan nga Sorosi, nga ambasada amerikane, holandeze të tjerë, ti nuk ke shans të hysh në zgjedhje në Shqipëri. Pra, në Shqipëri nuk ka më demokraci, por ka një mafiokraci.
Mirolsi, faleminderit. Mendoj ta mbyllim këtu se dhe koha është drejt përfundimit. Të falenderoj për bisedën dhe për mundësinë që na dhe për të shprehur mendimet e tua, si gjithmonë mendimet cilat gjallin debat dhe do të ketë shumë komente nga të gjitha anët. Ju falenderojmë për vëmendjen nderuar shikues dhe para se ta mbyllim dhe njëherë ju kujtojmë atyre që janë dy thundrakët të bëjnë një klik atje ku thot subscribe dhe të ecim së bashku përpara. Ne fuqizohemi dhe juve ju ndihmojmë duke u sjell emisione si ky i sotmi dhe i shumë të tjerave të ngjashëm me ta. Nga unë Alfred Sako, natën e mirë dhe miru pafshim në emisionet dhe të diel të këndshme.